إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Vëllezër të ndershëm, falënderimet I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për çdo mirësi, për çdo begati të cilën na ka dhëruar. Dërgojmë përshëndetjet tona mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lutem Allah subhanahu wa taala që na udhëzon në rrugën e tij të drejtë dhe të na forcon në rrugën e tij të drejtë. Nga se Allah subhanahu wa taala vëllezër të ndershëm ka thënë në një hadith qudsi: "Fastahduni ahdikum", o ju njerëz, o robërit e mi, kërkoni udhëzim, unë ju udhëzoj juve. Dhe jo rastësisht vëllezër të ndershëm, muslimani çdo ditë, çdo namaz që e fal, çdo rekat thot ihdina as-siratal mustaqim, e lut Allah subhanahu wa taala, o Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilëve u ke dhënë begati dhe mirësi të mëdha, ghayril maghdubi alejhim waladdallin, dhe jo në rrugën e atyre të cilët I hidhruar me ta dhe kanë devijuar nga rruga e drejtë. Andaj lutim Allah azza wa jalla të na udhëzojë në rrugën e tij të drejtë. Vëllezër të ndershëm, ka thënë Allah subhanahu wa taala: "Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab." Me të vërtetë, në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, la ayat, ka argumente, ka fakte për ata të cilët janë të mençur, për ata të cilët kanë logjik të shëndosh. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ata të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala kur janë në këmbë, ulur dhe shtrit. Wa yatafakkaruna fi khalqi s-samawati wal-ard, dhe meditojnë, thellohen në mendime në krijimin e qiellit dhe tokës dhe thonë: Subhanaka faqina adhab an-nar, Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zoti ynë, ti nuk e ke krijuar këtë kot. Faqina adhab an-nar, I lartë madhëruar qofsh o Allah, na ruaj nga zjarri I xhehenamit. Pastaj thonë vëllezër të ndershëm: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. O Allah Zoti ynë, atë njeri ti të cilin e fut në zjarmin e xhehenamit, vetëm se ke nënçmuar atë, e ke poshtruar atë person. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dhe për zullumçarët, për kriminalat, për ata të cilët nuk e njoftën dhe nuk e adhuruan Allahun subhanahu wa taala, nuk do të ketë ndihmëtar, nuk do të ketë kush do të ndihmojë atyre në ditën e gjykimit, ku njerëzit do të dalin dhe do të llogaritën para Allah subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Pastaj thonë: O Zoti ynë, ne kemi dëgjuar për një thërrës I cili fton për në besim tek Allah subhanahu wa taala. Fa amanna, dhe ne kemi besuar atij. Rabbana faghfir lana dhunubana, o Zoti ynë, na I fal mëkatet tona. Wa kaffir anna sayyi'atina, dhe na I shlyej, na I mbulot të metat tona. Wa tawaffana ma'al abrar, dhe na bashko pas vdekjes sonë na ringjall me njerëzit e mirë, me muslimanët e sinqertë. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, o Zoti ynë, na jep ato premtime të cilët na ke premtuar nëpërmjet pejgamberëve të tu.
wala tukhzina yawm al-qiyama, dhe mos na nënçmo, mos na turpro në ditën e gjykimit, innaka la tukhlifu al-mi'ad, me të vërtetë o Zoti je ai i cili nuk e thën premtimin e dhën. Fastajaba lahum rabbuhum, atëherë këtyre ju përgjigj Allahu subhanahu wa ta'ala, anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, se unë nuk ka humbi askujt punën të cilën ai ka vepruar, mundin e tij të cilën e ka vepruar për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ba'dukum min ba'd, ju si femra si mashkujt ju njëri prej tjetrit. Falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dhe sa ata të cilët kanë bërë hijrat për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe janë larguar detyrimisht prej shtëpive të tyre, wa udhu fi sabili, dhe janë munduar vetëm se kanë qenë musliman, wa qatalu wa qutilu, atëherë janë detyruar me luftu dhe janë vërar, law kaffiranna anhum sayyi'atihim, thot Allah subhanahu wa ta'ala, do t'u afali unë gjunat atyre, wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dhe do t'i fus në xhenetet në të cilat xhenete burojnë lumejt, thawaban min indillah, si shpërblim nga ana Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu indahu husnu thawab, ndërsa shpërblimi më i mirë është shpërblimi Allah subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të ndershëm, këto janë disa prej ajeteve të surës Ali Imran, që ju kanë zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një natë prej natëve, ashtu sikur se na tregon Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, kur ka thënë se një natë prej natëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërkuar leja Aishës radhiyallahu anha në mënyrë që pejgamberi alayhi salam të vetmohej atë natë, të falte namaz natë, të bënte ibadet, të përkujtonte Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe Aisha radhiyallahu anha tregon dhe thot se pranova një gjë të tillë, megjithse dëshiroja shumë me xhlisin apo ndajën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj pas namazit të sabahut, pejgamberi alayhi salam më thret dhe i thot: ja Aisha, o Aisha, laqad unzilet al-layla, më kanë zbritur në këtë natë disa argumente, disa ajete, fjalët e Allah subhanahu wa ta'ala. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, mirë për atë njeri, mirë për atë musliman i cili i lexon këtë ajete, këto fjalë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe nuk mediton në to, nuk i mediton fjalët e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe këto fjalë të cilët i kishin zbritur pejgamberit alayhi salam ishin këto ajete që sapo i lexuam: inna fi khalqis samawati wal ard, me të vërtet ngrimin e qiejve dhe tokës, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, dhe në ndryshimin e natës dhe ditës, la ayatin li ulil albab, ka argumente, fakte të gjalla për ata të cilët janë të mençur, ata të cilët logjikojnë. Vëllezër të ndershëm, Allah subhanahu wa ta'ala na tregon në këtë ajete disa cilësi të njerëzve të mirë, disa cilësi të atyre besimtarëve që i kanë përgjigjur Allah subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që zemrat e tyre janë të mbushura me iman, me besim në Allah subhanahu wa ta'ala. Cilësimi i parë me të cilën i cilëson Allah subhanahu wa ta'ala këta besimtar janë ulil albab, pra janë të zotët e mendjes së tyre, janë njerëzit e mençur që logjikën e tyre kanë të shëndosh. Ndërsa cilësimi i dytë me të cilën Allah subhanahu wa ta'ala i cilëson këta besimtar është se përmendin Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman, në këmbë, qu'udan, ulur, wa ala junubihim, dhe kur janë shtrit. Pra përmendin Allah subhanahu wa ta'ala në çdo formë apo në çdo gjendje në të cilën gjendet besimtari, ata përmendin dhe falenderojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të ndershëm, këtu shtrohet pyetja: a thua vallë se kanë përmendur këta besimtar Allah subhanahu wa ta'ala? Këtu është edhe qëllimi i dersit. A kanë kujtuar dhe a kanë përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala vetëm me gjuhë? Dhe se a mjafton për njeriu, për robin, me përmend vetëm me gjuhë Allahun subhanahu wa ta'ala?
kurse si vëllezër të ndershëm, atë të cilën ne e dim se si sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë përmendur, e kanë kujtuar Allahun subhanahu wa taala me gjuhë dhe me zemër. Mirë po jo vetëm kaq, ata kanë shtu diçka tjetër edhe më shumë, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, dhe kanë meditu në krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala, se si ka krijuar Allahu azza wa jall qiejt dhe tokat. E pastaj vëllezër të ndershëm, ky meditim i tyre, i besimtarëve të sinqert, i udhëzon ata se është një krijues. Është një krijues për Allah subhanahu wa taala, i cili ka krijuar çdo gjë. Wallahu khaliqu kulli shay. Allahu ka krijuar çdo sen, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nëse Allah subhanahu wa taala për çdo gjë është i fuqishëm. Pastaj vëllezër të ndershëm, ka thënë Allah azza wa jalla në një ajet tjetër: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Se ne nuk e kemi krijuar tokën dhe qiejt batila, kot e kot. Mirë po i kemi krijuar ata me një qëllim të caktuar. Dhe ai qëllim është وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ku ka thënë Allah azza wa jalla se nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për tjetër, vetëm se me adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah thot në një ajet tjetër, a keni menduar se ne ju kemi krijuar kot, wa annakum ilayna la turja'un, dhe se ju një ditë nuk do t'i ktheheni Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon Allah azza wa jalla dhe thot: dhalika dhannu alladhina kafaru. Nëse ata të cilët kanë bërë kufër Allah subhanahu wa ta'ala, nuk e kanë adhuruar Allah azza wa jalla, mendojnë se toka dhe qielli dhe vetë njerëzit janë krijuar diçka kot e kot, vetëm haq ashtu. Mirë po, Allah na tregon neve se ne ju kemi krijuar juve në mënyrë që të adhuroni Allahun subhanahu wa taala. Pra, ky është mendimi i atyre të cilët kanë bërë kufër Allah subhanahu wa taala. Ndërsa muslimanët vëllezër të ndershëm besojnë ndryshe, mendojnë ndryshe, e pastaj shpresojnë takim me Allah subhanahu wa taala, nga se Allah azza wa jall kështu i ka lajmëruar ata se një ditë këtë dynja do të mbaron, e pastaj do t'i kthehemi Allah subhanahu wa ta'ala, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Atëherë Allah azza wa jalla do të njoftoj gjithë secilin njeri për ato vepra të cilët i ka vepruar ai. Pastaj vëllezër të ndershëm, musliman, besimtari i sinqert, kur e kupton se pas ka një ditë gjykimi, një ditë kur do të jep llogari për veprat e tij, atëherë thon: faqina adhaban nar. O Zoti ynë, na ruaj prej dënimit të zjarrit të xhehenamit. Dhe lutim Allah subhanahu wa taala të na bëjë edhe neve pra atyre që lutin Allah azza wa jall me i rujt ata nga zjarri i xhehenamit. Pra, gjëja e parë me të cilën po kërkojmë prej Allah subhanahu wa taala, pasi atij meditimit të thellë në krijimtarinë e Allah subhanahu wa taala, se si ka krijuar qiellin dhe tokën, gjëja e parë të cilën e kërkonin: faqina adhaban nar, o Zoti na ruaj nga zjarri i xhehenamit. Pastaj vazhdojnë dhe mendojnë dhe thonë: subhanallah, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. O Allah, Zoti, atë njeri të cilin e fut në zjarrin e xhehenamit, ai njeri i cili nuk e njofti Allah subhanahu wa taala dhe mohoi Allah azza wa jall, e meriton që Allah subhanahu wa taala ta fusat në zjarrin e xhehenamit. E këta thonë atë njeri të cilin e fut në zjarrin e xhehenamit, faqad akhzayta, vetëm se e ke turpruar atë njeri. Ndërsa disa komentatorë tjerë të Kuranit kanë thënë faqad ahlaktahu, vetëm se ke shkatruar atë njeri, nga se inna adhabaha kana gharama. Allah subhanahu wa taala ka thënë në një ajet tjetër, me të vërtetë dënimi i zjarrit të xhehenamit është i papërballueshëm prej njerëzve. Atëherë dhe për këtë shkak besimtarët e sinqertë kërkojnë që Allah subhanahu wa taala t'i ruaj nga ai. Pastaj vazhdojnë dhe thonë: Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. O Zoti ynë, ne kemi dëgjuar një thërrës. Dhe komentatorët e Kuranit kanë thënë se ky thërrës i cili ka ftuar ta në Islam është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i fundit të cilin e ka dërguar Allah subhanahu wa taala. Pasi që ne jemi duke folur për sahabët, atëherë pejgamberi alayhis salam është ai i cili ka ftuar shokët e tij në adhurim te Allah subhanahu wa taala.
an aminu bi rabbikum fa amanna. Atëherë ata thonë, me njerë kemi besuar Allah subhanahu wa ta'ala. Pra kjo shkojnë fëv vëllezër të ndershëm, kur hinë këtë fjalë fa amanna në gjuhën arabe do të thotë sikurse ata dëshirojnë me thonë se me njëherë pasi na ka thonë besoni, ne kemi besuar. Atëherë o Zoti ynë, Rabbana faghfir lana, na i fal mëkatet tona, wa kaffir anna sayyi'atina, dhe na i mbulot tëmetet tona, wa tawaffana ma'al abrar, dhe na vend të ringjallemi me njerëzit e mirë, me pejgamberët, me siddiqat, me të sinqertit dhe me shahidat. Allahumma amin. Pastaj vazhdon dhe thon Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. O Zoti, na jep ato premtime të cilët na ke premtuar nëpërmjet pejgamberëve tu. Wala tukhzina yawm al-qiyamah, dhe mos na turpro në ditën e gjykimit. Nga se vëllezër të ndershëm, në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allah subhanahu wa ta'ala, gjithë secili njeri do të gjykohet para gjithë krijesave, prej Ademit alayhi salam deri tek njeriu i fundit i cili ka jetuar në këtë dynjë, do të jenë prezant aty dhe do ta shohin gjykimin e gjithë secilit njeri. Atëherë ta bëjnë dua dhe thonë wala tukhzina yawm al-qiyamah, dhe mos na turpro, falna mëkatet tona në atë ditë kur do dalim para teje dhe gjithë krijesa tjera do të na shohin neve. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, se ti o Zoti je ai i cili nuk e them premtimin e dhëm. Pastaj ka thënë Allah azza wa jall fastajaba lahum rabbuhum, atëherë ju ka përgjigjur Allah subhanahu wa ta'ala këtyre. A thua vallë, prej 4 gjërave ju ka përgjigjur Allah subhanahu wa ta'ala. O ju ka përgjigjur Allahu azza wa jall litafakkur, kur ata filluan dhe të mendojnë krijimin e qiellit dhe tokës në fillim atje. Apo ju ka përgjigjur Allah subhanahu wa ta'ala litadabbur, kur ata janë thellun mendime në krijimin e qiellit dhe tokës. Apo ju ka përgjigjur Allah subhanahu wa ta'ala lidhikr, kur filluan dhe përmendin Allah subhanahu wa ta'ala në këmbë, ulër dhe shtrit e përmendin Allah azza wa jall. Apo ju ka përgjigjur Allah subhanahu wa ta'ala kur ata filluan dhe e lutnin Allah subhanahu wa ta'ala. Këtë mësmiri e mësojmë vëllezër të ndershëm vetë në ajetin që na tregon Allah azza wa jall. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, kur tha Allah subhanahu wa ta'ala se unë ja kam përgjigjur juve se nuk do të ahum punën askujt, veprën të cilën ai ka vepruar. Pra Allah subhanahu wa ta'ala ju ka përgjigjur këtyre besimtarëve të sinqert kur këto 4 gjëra, meditimi, thellimin në meditim, përmendja Allah subhanahu wa ta'ala, lutja ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, i ka shtyer këta besimtar me vepru vepra. Atëherë, kjo është rreziku i cili ka nosur ti umeti sot, mos veprimi i veprave. Njerëzit mendojnë se vetëm me një fjalë la ilaha illallah do të shkojnë në xhenetin Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa këto ajete me të cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë ai muslimani i cili lexon dhe nuk i mediton mirë, se çfarë ka dëshmë thënë Allah subhanahu wa ta'ala. Ju ka përgjigjur Allah azza wa jall kur kanë punuar ata. Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka thënë se ju përgjigja juve kur filluat në fillim me mendu në krijimin e qiellit dhe tokës. As nuk ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala se ju përgjigja juve kur më përmendet mu me gojët e juve. Dhe as nuk e ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala se u përgjigja juve kur më lutet mua. Mi pa Allah azza wa jall tha fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Allah azza wa jall ju ka përgjigjur juve kur filluat me punua ju, dhe se atë punë të cilën ju e keni vepruar për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se çdo vepër për të pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dy kushte. E para me qenë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe e dyta me qenë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ba'dukum min ba'd. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa ta'ala dhe thot se ju si femra si meshkujt jeni njëri prej tjetrit. Muhammed Kutbi, Allahu e pasmëshiruar, i cili është njëri prej dietarëve të Egjiptit, i cili ka vdekur pak para disa muajve, ka thënë në librin e tij se në Evropë diku në shekullin e 17, evropianët e asaj kohe kanë diskutuar, kanë debatuar rreth çështjes së gruas, rreth çështjes së femrës.
Se a thua vallë, kanë thënë, femra a ka shpirt apo jo? Nëse ka shpirt, atëherë shpirti i saj a është shpirt njerëzor apo ka shpirtin e kafshëve? Dhe nëse ka shpirtin njerëzor, a thua vallë është sikur se burrat apo është më poshtë? Kjo ka qenë pra gjendja e Evropës në atë kohë, në errësirë total, ndërsa feja jonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, para 1400 vjetëve në ka zbritur këta ajete dhe ka thënë ba'dukum min ba'd, se ju jeni njëri prej tjetrit. Nuk keni dallim për vetëm se me devotshmëri tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sikur ka thënë Allah azza wa jall, se më të devotshmit apo njerëzit më të dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala janë ata të cilët janë të devotshëm e besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala sinqerisht. E pastaj pe Allah subhanahu wa ta'ala Lazër të ndeshëm i ka cikë të disa vepra të Islamit. Alladhina hajaru, ata të cilët kanë bërë hijret për hir të Allah subhanahu wa ta'ala, wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili, janë nxjerrur, janë larguar me dhunë prej shtëpive të tyre dhe janë munduar vetëm se kanë qenë musliman, jo për tjetër, mirë për vetëm se ka thënë Rabbun Allah, se Zoti ynë është Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala e cikë këto vepra Lazër të ndershëm, nga se gjithë surja Ali Imran, prej ajetit të parë deri të fundit, ka të bëjë me këtë tematika, ka të bëjë me lufta mes fjalës La ilaha illallah dhe mes asaj që adhurohet pas Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala thot, atyre të cilët i ka sprovuar Allah subhanahu wa ta'ala, kanë bëu hijret, i kanë luftu dhe janë vrarë në rrugt Allah subhanahu wa ta'ala, do t'u afali atyre gjunahet. Pastaj do t'i fusën xhenetet, në atë xhenete ku burojnë dhe rrjedhin lumenj. Thawaban min indillah, si shpërblim nga ana Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab, dhe shpërblimi më i mirë është shpërblimi i Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj vëllezër të ndershëm, lutim Allah subhanahu wa ta'ala që na ketë bërë për atyre të cilët i lexojnë fjalët e Allah subhanahu wa ta'ala dhe i meditojnë ato, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka thënë fillim Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, mirë për atë njeri i cili lexon këto fjalë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe nuk i mediton ato mirë, nuk i shiqon se çfarë ka desh me thon Allah subhanahu wa ta'ala. Lutim Allah azza wa jall që na bëj për atyre muslimanëve të mirë, të cilët e mendojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala, e lutin Allahun azza wa jall dhe në fund veprojnë vepra të mira, sidomos ato vepra që janë bazë në këtë fe. Andaj lutim Allah subhanahu wa ta'ala të na falë gjunahet dhe të na bashkojë në xhenetin e tij, ashtu sikur se na ka bashkuar në këtë vend. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.